Në dokumentet e publikuara së fundmi nga dosja Jeffrey Epstein, shfaqet edhe emri i ish-diktatorit shqiptar Enver Hoxha. Megjithatë, përmendja e tij nuk lidhet me ndonjë skandal, hetim apo raport për Shqipërinë, por me një dokument analitik financiar që gjendej në arkivin e Epstein, informon dritare.net. Dokumenti në fjalë është një analizë e titulluar Eye on the Market, e përgatitur më 10 mars 2011 nga banka investuese JP Morgan. Ai është përfshirë në dosjen e Epstein si material i sekuestruar, jo si provë penale apo dokument hetimor. Çfarë përmban dokumenti? Analiza trajton zhvillime të mëdha ekonomike dhe gjeopolitike të asaj kohe, si kriza e borxhit në Europë, rreziqet politike në lindjen e mesme gjatë pranverës arabe, çmimet e naftës, politikat monetare globale. Në këtë kontekst, autori i analizës përdor shembuj historik për të ilustruar se si regjimet që duken të qëndrueshme mund të shemben papritur. Pikërisht këtu përmendet edhe Enver Hoxha, së bashku me Erich Honecker dhe Nicolae Ceausescu, si figura politike që u zhdukën shpejt nga skena pas rënies së sistemeve që përfaqësonin, informon dritare.net. But in my lifetime, I recall how quickly permanent fixtures of Enver Hoxha, Erich Honecker e Nicolae Ceausescu disappeared. Përkthimi në shqip. Por gjatë jetës sime, kujtoj sa shpejt u zhdukën figura që dukeshin të përhershme si Enver Hoxha, Erich Honecker dhe Nicolae Ceausescu. Enver Hoxha në dosjen e Epstein. Jap se përmendet. Pse gjendet ky dokument në dosjen e Epstein? Jeffrey Epstein njihej për interesin e tij ndaj analizave strategjike dhe raporteve të nivelit të lartë të përdorura për orientim financiar dhe politik. Dokumente të tilla, të prodhuara nga banka apo institucione prestigjioze, gjendeshin në arkivin e tij personal dhe janë sot pjesë e dosjes vetëm sepse janë materiale të sekuestruara, jo sepse lidhen drejt për drejt me veprimtari kriminale. Çfarë duhet sqaruar? Përmendja e Enver Hoxhës është thjesht referencë historike. Nuk ka lidhje me Shqipërinë në kuptim hetimor, nuk ka asnjë raport, email apo akuzë që e lidh këtë figurë me Epstein. Dokumenti është analizë ekonomike, jo komunikim personal. Prania e emrit të Enver Hoxhës në dosjen e Epstein duhet parë si pjesë e një materiali analitik të kohës, i përdorur për ilustrim historik në një kontekst ekonomik dhe gjeopolitik. Dritare.net